Krahas kësaj, Zeshira i kritikoi partitë opozitare për akuzat që po ja bëjnë Kurtit, e që sipas tij janë të padrejta dhe të ngjashme me akuzat që ja bën edhe Vučići. Akuzat që ja bën opozita Albin Kurtit dhe vetëvendosjes së tij janë identike me ato që ja bën Vučići me bandat e tij serbe. Ka një kontradiktë qartë pasi të lexueshme. Opozita e pranon se sanksionet e vëna nga BE-ja janë të padrejta dhe arbitrare sepse ato duhej t'i visheshin Serbisë dhe në të njëjtën kohë akuzon se sanksionet në i vure Albini, duke e shfaqsuar plotësisht Serbinë madje për të gjitha veprimet e qeverisë Kurti për ta shtrirë sovranitetin, dënoheshin zëshëm nga opozita njësoj si Serbia. Krahas kësaj, veprimtari nga Gjermania foli edhe për koalicione të mundshme parazgjedhore. Sipas tij, partitë opozitës do synojnë të bashkohen pasi konsideron se ato friksohen nga mbështetja elektorale që ka aktualisht Albin Kurti. Thirrja për bashkim qoftë edhe koalicion parazgjedhor i opozitës së bashkuar është një indikacion domethënës se frika opozitës është tmerruese, sepse asnjëri syresh nuk e përballon ortekun elektoral të Albin Kurtit, me partinë e tij gjithnjë aktive dhe në ngritje, opozita paniste me sakt, krierët e saj dhe eksponentët e bandave të tyre kanë frikë nga vetingu, me dosje penalizuese dhe byroja verifikimi të pasurive hajnore e grabitqare, prandaj e mbajnë të bllokuar, fillimisht kuvendin tani qeverinë, duke pritur mrekullisht shpëtimin nga ndonjë katarsis ballkanik, njësoj si shefi i tyre Hashim. Rafsh Kosova edhe komandantët e zonave në burg vetëm unë të shpëtoj. Në fund, Zeshira shtoi se nëse qeveria bie në duart e opozitës, atëherë këto parti do ta vazhdojnë pazarin e lënë gjysmë, thon Troç. Opozita me gjithë armatën propagandistike leheqene se dikur atij i tyre shpirtëror, filoslavi Enver Hoxha, kur Shqipëria ishte superfuqi propagandistike botërore, fillimisht e Serbisë, pastaj Rusisë, Kinës dhe Lumhanës marksiste-leniniste, megjithatë nuk po arrin ta bindë popullin e Kosovës se ajo përballon revanshin e Serbisë për mbrojtjen e sovranitet toksor të Abdeut Kosovë. Aq më pak, kur disa bastar dhe shpirtqitur bën pazare të pista me Serbinë, Francën dhe Shqipërinë për të ndarë Kosovën, dhe nëse qeveria bie në duart e partive të shefave të panit, do të vazhdojë pazarin e lënë gjysmë, mos saktë, të ndërprerë dhunshëm nga gjykata speciale e Kosovës me seli në Hag, krijesë ekskluzive e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Shteteve të Kuintit, përfundoi Idris Zeshiraj për Bota Sot.